Propozimi i ri i Omanit për menaxhimin e përbashkët rajonal të ngushticës së Ormuzit mund të shënojë një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si administrohet një prej rrugëve detare më strategjike të botës. Sipas raportimeve, Muscati ka paraqitur zyrtarisht Iranit një plan që synon të kalojë administrimin e ngushticës së Ormuzit nga një model i dominuar nga Teherani në një sistem bashkëpunimi rajonal, duke kufizuar kontrollin ekskluziv iranian mbi këtë korridor jetik për tregtin globale të energjisë. Ngushtica e Ormuzit lidh gjirin persik me gjirin e Omanit dhe mtej Oqeanin Indian. Përmes saj kalon rreth 1/5 e konsumit global të naftës, si dhe sasitë të mëdha të gazit natyror të lëngshëm, çka e bën atë një prej pikave më të ndjeshme të transportit detar ndërkombëtar. Çdo tension ushtarak apo politik në këtë zonë reflektohet menjëherë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në koston e transportit detar. Propozimi i Omanit mbështetet mbi modelin e ngushticës së Malakës, e cila konsiderohet një nga shembujt më të suksesshëm të bashkëpunimit rajonal për menaxhimin e një korridori detar strategjik. Ngushtica ndodhet mes Malezisë, Indonezisë dhe Singapurit dhe nuk kontrollohet ekskluzivisht nga një shtet i vetëm. Përkundrazi, 3 shtetet bregdetare bashkëpunojnë për të garantuar sigurinë e lundrimit, patrullimet detare, shkëmbimin e informacionit, operacionet kundër piraterisë, kërkim shpëtimin dhe mbrojtjen e mjedisit detar. Ky bashkëpunim zhvillohet përmes mekanizmave të përbashkët, ndërsa shtetet që përdorin intensivisht ngushticën, si Japonia, Kina, Korea e Jugut dhe vende të tjera importuese të energjisë, kontribuojnë financiarisht dhe teknikisht në projekte për përmirësimin e sigurisë së lundrimit. Këto kontribute janë vullnetare dhe administrohen përmes mekanizmit të njohur si mekanizmi i bashkëpunimit, i krijuar në përputhje me nenin 43 të Konventës së OKB-s për të drejtën e detit, e njohur si UN-CLOS, e cila inkurajon bashkëpunimin ndërmjet shteteve bregdetare dhe shteteve përdoruese të ngushticave ndërkombëtare. Sipas projektit të Omanit, një model i ngjashëm mund të zbatohet edhe në ngushticën e Ormuzit. Të gjitha shtetet që shfrytëzojnë këtë korridor do të kontribuojnë në mënyrë vullnetare në një fond përbashkët, i cili do të financonte sigurinë e lundrimit, operacionet e kërkim shpëtimit, mbrojtjen e mjedisit detar dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së nevojshme. Një skemë e tillë do të ulë varësinë nga kontrolli i një shtetit vetëm dhe do të krijojë një sistem të balancuar të administrimit rajonal. Çështja është diskutuar edhe në nivel diplomatik. Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, zhvilloi bisedime me homologët e tij të Omanit dhe Arabisë Saudite, duke vendosur të ardhmen e ngushticës së Ormuzit në qendër të dialogut rajonal. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht që Irani të ndalojë sulmet dhe ndërhyrjet ndaj anijeve tregtare që kalojnë nëpër ngushticë, duke theksuar se liria e lundrimit është një parim themelor i së drejtës ndërkombëtare dhe i sigurisë së tregtisë globale. Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit, UN-CLOS, i konsideron ngushticat që përdoren për lundrim ndërkombëtar si korridore me rëndësi globale. Ajo garanton të drejtën e kalimit tranzit, që urejon anijeve dhe avionëve të kalojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpejtë pa pengesat pa justifikuara. Shtetet bregdetare ruajnë sovranitetin mbi ujërat territoriale të ngushticës, por ky sovranitet ushtrohet në përputhje me detyrimet e UN-CLOS. Ato nuk mund të pezullojnë apo të bllokojnë arbitrarisht kalimin tranzit dhe kanë detyrim të mos pengojnë lirinë e lundrimit ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, anijet që kalojnë duhet të respektojnë ligjet e shteteve bregdetare për sigurinë e lundrimit, mbrojtjen e mjedisit detar dhe rregullat e tjera të pranueshme sipas së drejtës ndërkombëtare. Neni 43 UN-CLOS inkurajon në mënyrë të veçantë shtetet bregdetare dhe shtetet përdoruese të bashkëpunojnë për vendosjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të navigimit, masave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit detar. Pikërisht mbi këtë dispozitë është ndërtuar modeli i bashkëpunimit në ngushticën e Malakës dhe mbi të njëjtën logjik mbështetet edhe nisma e Omanit për Ormuzin. Megjithatë, situata e ngushticës së Ormuzit paraqet edhe një dimension politik e juridik të veçantë. Irani e ka nënshkruar konventën UN-CLOS, por nuk e ka ratifikuar atë, ndërsa SBA-ja nuk është pale konventës. Megjithatë, deklaron se shumë prej dispozitave të saj përfshirë lirinë e lundrimit, përfaqësojnë të drejtën zakonore ndërkombëtare dhe janë detyruese për të gjitha shtetet. Në këtë kontekst, propozimi i Omanit synon të krijojë një mekanizëm rajonal bashkëpunimi që do të ulë tensionet politike, do të rrisë sigurinë e lundrimit dhe do të garantonte administrimin më të balancuar të një prej korridoreve më të rëndësishme të ekonomisë botërore.